thash, siç e thash, i bie që të mos kemi artist. Mos kemi artist fare në asnjë lloj aspekti apo në asnjë lloj fusha apo në asnjë lloj kapacitetit të cilët e përkufizojnë fjalën artist. E qartë. Mirë, Majola, në një provë mjaft të pazakontë për një natë finale, pra 4 finalistët e Big Brother VIP 4 janë vendosur përballë një sfide ashtu si e kemi parë emocionale nga vllai i madh, japin pra opinionet e tyre për njëri tjetrin dhe të shpjegojnë ndërkaq se pse sipas tyre të tjerët nuk e meritojnë fitoren e këtij formati. A është etike të kërkosh fitoren në pyetja ime në një reality show duke manipuluar kështu edhe ndjenjat e të tjerëve? Etike nuk është, por si do të rritet shikueshmëria për ne që t'i dëgjojmë dhe t'i shikojmë ato 4 finalistë që kanë mbetur aty, apo si do të jetë edhe mënyrat e parit, apo si do të jetë mënyra fitore, se që edhe vetë ky format ka nxjerrur nga këta protagonistë, ka nxjerrë mund të themi një ekonomi shumë të madhe për tyre dhe duke qenë se mos të bëje këto lloj provokacione për ta, çfarë do të arrijë ky format nëpërmjet tyre, pavarësisht se në këtë moment unë nuk mendoj se ishte etika apo ishte e nevojshme mënyra e pyetjes së atill që është bërë, kam shikuar dhe kam dëgjuar me vëmendje, më thënë të drejtën nuk më ka pëlqyer sepse janë vënë përballë njëri tjetrit që nuk kishin përgjigje se çfarë të jepshin dhe përgjigjet e tyre jo shumë të sakta kanë qenë kundrejt njëri tjetrit, sidomos përgjigjja e Xhestit ndaj Eglit, apo edhe Ana Sjellta nuk kishin shumë të drejta dhe përgjigjja e Rezanës ndaj Laertit apo edhe Ana Sjellta kishin një përgjigje të kufizuar dhe të mirëmbajtshëm dhe të menduar, madje duke menduar dhe duke u përgjigjur se çfarë të themi në këtë rast. Se tani ato kanë 4 finalistë po na japin shikueshmëri, por aq sa mund të japin ato brenda këtyre ditëve. Se sa më mendon se ato komente i kanë bërë më shumë për strategji personale këta 4 finalistë për njëri tjetrin? S'mendoj të kenë pasur këta pikërisht strategjie personale, unë mendoj se janë detyruar nga vetë produksioni që të përgjigjen pyetjet e atilla, sepse merren dhe parasysh kur futesh me një format të atill, kur ti e pranon hyrjen në këtë lloj formati, ti merret parasysh se çfarë do sfide të dëgjeje, çfarë do debati të dëgjeje, çfarë do loje të organizohet aty, ti je detyruar që ti përgjigjesh, sepse ke pranuar, ke firmosur një kontratë të hyrjes aty, ose mund të dalesh lirisht nëse ti nuk i përgjigjesh, domethënë kritereve, nuk i bazosh pikave që ti cakton vetë formatin. Majola, në një lojë si Big Brother, sa duhet të vlejë lojë dhe sa duhet të vlejë ndërkaq karakteri njerëzor për përzgjedhjen e një fituesi? Me të vërtet kjo është një lojë shumë e vështirë për të qëndruar disa muaj aty brenda dhe loja e fituesit unë mendoj duhet të vlejë më shumë. Unë e kam menduar dhe kam thënë kjo nuk është një lojë kapacitetit mendor se sa të zgjuar jemi, sepse du ta theksoj nuk më ka pëlqyer shumë që të gjithë protagonistët e kanë specifikuar Xhestin për shkollimin e tij, po të ishte për atë punë, kjo është një lojë në aspektin e dinamikës së lojëve, Xhesti ka dalë aty më i shkolluar se ata të shkolluarit që ishin, ndërsa nga ana e kapacitetit mendor apo nga ana se sa shkollim kanë, nuk është atill si format. Dhe unë mendoj se dinamika e lojës është e rëndësishme në këtë format, jo shkollimi sa shkollim ke ti si njeri apo ato që kanë marrë pjesë në atë lloj formati. Dhe mendoj se njeriu ndonjëherë për formate të atilla harron edhe vlerësimin për vetveten e tij, harron dhe mënyrën e qëndrimit ndaj vetvetes së tij, harron dhe vlerësimin që ka për vetveten e tij. Është vetë formati i tillë që ty të bën të dalësh nga vetja. Edhe nëse ti nuk don 24 orë që të kesh shikueshmëri me kamera, ti do dalësh nga vetja, sepse ashtu njeriu është natyrë që del nga vetvetja ndonjëherë edhe në jetën e përditshme të tij. Jo të jemi me kamera. E qartë. Mirë, Majola, mund të dëmtojë ndërkaq një figurë publike veten dhe jashtë formatit televiziv pra për shkak të veprimeve që tashmë këta artistë kanë kryer brenda kësaj shtëpie? Jo, njeriu është në gjendje domethënë që të ndryshojë, të përmirësojë jashtë këtij formati. Njeriu jashtë këtij formati nuk është me kamera. Njeriu mund të reflektojë dhe madje mund të marrë edhe si mësim se çfarë ka bërë aty ku ishte brenda në format dhe ta përmirësojë atë gjë të cilën nuk i ka pëlqyer tek vetvetja e tij, apo nuk i ka pëlqyer dhe se si ka komunikuar ndonjëherë, apo dhe mënyra e qëndrimit si ka qëndruar, pse mos tjetë një mënyrë pozitive që të marrin pozitivitetin nga ky format.
të marrin ato të korrigjojnë. Pozitiviteti është ky, korrigjimi ndaj vetvetes tënde kur të dalësh jashtë këtij formati. Nuk mund të dëmtohet njeriu nga ky format asnjëherë, sepse dihet se është format i ngushtuar nga ana psikologjike. Ky është format që të sjell ngushtim emocional dhe psikologjik, që njeriu nuk mund të kontrollojë emocionet e tij dhe emocionet të balancojnë psikologjinë e njeriu. Asnjëherë. Është mënyra pozitive që njeriu e merr si një mesazh pozitiv ndaj vetvetes së tij, për ta korrigjuar vetveten. E qartë, mirë Manjola, për të mbyllur sepse jemi në fund, ta ke ndryshuar mendim sa i përket fituesit të Big Brother VIP apo është përsëri gjesti? Nuk do të ndryshoj, sepse gjesti me të vërtet, unë e them, nuk më varet rrjedhoja njeriu se si e ka bërë gjestin që mos të ketë një shkollim të atill apo si, unë nuk paragjykoj asnjë. Çdo gjë është, nëse më lejoni ta them, është riski i Allahit madh. Të gjithë kemi një risk që Allahu i madh ta cakton në jetë ty. Dhe secili ai ka pas atë lloj mënyre risku, me atë shkollim që ka gjesti, por më të vërtet ka një karrierë shumë të mirë. Dhe njeriu kur unë jam me gjestin dhe e meriton gjestit që ta fitoje, pas gjestit është Rozana që më pëlqen, por dinamikat e lojrave të tij, të gjestit që ka zhvilluar, i ka dhënë një shikueshmëri shumë të madhe dhe ja u ka kaluar dhe shkollimit të atyre nëpërmjet të dinamikave të lojës. Jo të pyetësorit të kapacitetit mendor që mos ngatrohemi. E qartë. Mirë, Manjola, kemi arritur në fund, falenderoj shumë. Ju falenderoj dhënë. Falenderit shumë kënaqësi. Ju falenderoj dhe ju të nderuar televizionistët për vëmendjen, bashkëmi sërish të hënën me të tjera tema.